Mirëmbrëma miq të Retro, si çdo të mërkur jemi së bashku në valët e Radio Tiranës dhe të RTS dyshit. E ftuara ime sot është një vajzë tirane 100 karat, vjen nga mahalla e Shëbekëve. Fillimisht ka studiuar në Gjimnazin Petronini Luarasi, më pas ka vazhduar në Fakultetin Ekonomik për Merceologji, një degë shumë e rëndësishme për kohën. Ka një karrierë mbi 34 vjeçare në radio televizionin shqiptar me shumë pozicione të rëndësishme. Për 17 vite ka mbajtur pozicionin si drejtore në burimet njerëzor. Vjen nga një familje artistësh, nga një familje e mrekullueshme. Nëna e saj ka qenë mezzo-soprano në ansamblin e shtetit, babai një figurë e nderuar, një valltar i mrekullueshëm që cilësohej si princi i vadhës shqiptare me elegancën e lindur, i cili i ka dhënë skenës emocione pafund. Ai është Besim Zekthi. Dhe unë kam nderin sot të kem të ftuarën time një figurë kaq të dashur që ka kontribuar kaq shumë në këtë institucion, Etleva Zekthi. Përshëndetje dashur, dhe të falenderoj që të kam pjesë të Retros, sepse nga vetë fjala retro ne do flasim për korat, për nostalgjit, për ndjesitë e bukura. Faleminderit unë shpirt që më ftove në emisionin tënd. Etleva, Gold Stirone 100 karat. E thash një që e rritur të mahalla e Shëbekëve. Mahalla e Shëbekëve, po, atje kam lindur. Është një lagje që është në mes të Selvis edhe medreses një rrugis që është quajtur Mahalli e Shëbekëve. Atje kam lindur unë. Domethënë autoktone tironse. Ti autoktone dhe nga mami dhe nga babi? Po, nga të dy. Mami e ka pas shtëpinë tek Selvia, të dy prindrit janë dashuruar në moshë të re dhe rrugit, vetëm një rrugic i ndante shtëpiat nga njëri tjetri. Nga Mahalli e Shëbekëve për një rrugic kaloje tek Selvia, ishte nëna ime. Si u rritet ti me dy prindër artist? Si ka qenë rrugëtimi jot ose fëmijëria jote, adoleshenca jote, sepse të kesh babain gjithkohës në skenë, këtë figurë kaq të adhurueshme për të gjithë ne, që ishte krenaria e kombit, le të themi. Është një figurë që nuk përsëritet më dhe sot kësaj dite. Ardita, në familjen tonë nuk është folur kur për madhështi apo se na tregonin prindrit që në moshë të hershme kush ishte babai, çfarë emri kishte, sa i madh ishte. Pra unë jam rrit bashkë me motrat e mia në një familje ku ishte familje për vërteti, ku nuk të rrisnin veshët për të thënë që ti je bia filanit dhe duhet të jesh kështu apo ashtu, absolutisht jo. Një familje e thjeshtë, rritur si gjithë fëmijët e tjerë me adoleshencën, me dashuri pafund, sepse vetë të qenit artist të dy prindëve i bënte jo vetëm të ishin të dashur, po edhe shumë sensibël që të dy. Kështu që donim s'donim dashurinë e kishim aq shumë sa edhe sot e kësaj dite nuk na mburon dashuria duke i dhuruar edhe të tjerëve, jo më për vete, për fëmijët edhe për familjen. Por me kalimin e viteve sigurisht që ti rritesh, ndërgjegjësohesh dhe kupton që prindrit e tu janë dikushi. Sigurisht është përgjegjësi për emra të mëdhenj, siç ishte babai im në atë kohë për shembull. Ai ishte një artist që unë personalisht mendoj që rralli bin kombit. Një artist që nuk kërcente me këmbë, ai kërcente me zemër. I gjithë trupi i tij elektrizohej pikërisht nga rrafjet e forta që kishte zemra e tij. Ishte një njeri i dashur, një njeri i afruar, një njeri i respektuar. Kishte për të dhënë pafund. Në fjalë ishte krenaria e ansamblit të shtetit. Mendoj që ansambli i shtetit ishte institucioni më i rëndësishëm në ato vite. Që prezantonte Shqipërinë në gjithë këto turne të mëdha që bënte në vende të ndryshme të botës dhe duartrokisheshin në çdo skenë të Evropës. Është vërtet. Pra ishin emocione të jashtëzakonshme dhe ne ndeheshim krenar si komb. Është vërtet. Është shumë e vërtet. Të ndiqe babain në të gjitha llojet e koncerteve që bëheshin brenda vendit, ishte vërtet shumë bukur, sepse përveç se ti rriteshe emocionalisht, gëzoje edhe pjesën që shifshe babain aq shumë të madh.
Kur ata ktheheshin nga jashtë, sigurisht që nuk kishte asnjë kthim nga jashtë pa fitore. Ata shkuan në Francë dhe u kthyen me medalje të artë, ata shkuan në Gjermani dhe erdhen me gazetat e mbushura plot me ansamblin e shtetit. Dhe kthimi nga Gjermania ishin ato gazetat gjermane, të cilat kishin shkruar të gjitha pikërisht për krahët e babait tim që i krahasonin me krahët e shqiponjës. Kemi parë plot dokumentare, turnete që bënin jashtë, ansambli i shtetit, artistë të mëdhenj, se nuk ishte vetëm babai im, artisti i madh në atë kohë, ishte Vaçezela që ishin brenda, kishte Ibrahim Tukiçin, kishte shumë artistë të cilët vërtet kanë bërë epokë në kohën e tyre. Kanë bërë epokë. Lucia Miloti, ka qenë Fiknet Erexha, ka pas artistë pa fund. Kërcimtarët ishin nga ata kërcimtarë që thash, jo vetëm babi im, po të gjithë kërcimtarët ishin nga 2 metra djem, gratë ishin nga më të bukurat e mundshme. Domethënë ato ishin prej vërteti artistë. Pse? Sepse e donin atë që bënin. Gjë e cila me kalimin e viteve ra. Sot nuk ke më ansambël. Absolutisht. Ansambli i shtetit, mbaj mend ansambli i Vallës, ishte një institucion kulturor, sepse unë mbaj mend isha fëmijë i vogël dhe gjithmonë për festat e nëntorit për shembull, kërcehet dhe dilte gjithmonë përpara Pallatit Kulturës, sepse do unë aty diku e kam shtëpinë, dhe ata jepshin koncerte, dhe unë mrekullohesha për vete kur dilja dhe shikoja koncertet e bukura, si do për paradat, për festat e mëdha të. Ka qenë dekadat e majit, dekadat e majit, parakalimet që bëheshin për një maj, që kërcenin ansambli. Ishte gjëja më e rëndësishme dhe më proud që ne kishim. Është vërtet. Arti në atë kohë ka pasur goxha prioritet. Ti si adoleshente dhe si një gocë e bukur, se ke qenë gjithmonë gocë e bukur, për hiqeve më, më tregon pak për periudhën tënde dhe adoleshencës, si urite, si ishte jeta jote, raportet me shokët, me mikesha, sepse të gjithë jemi nostalgjik për kohën, sepse jetohej bukur, kishte raporte më të sinqerta në krahasim me ditët e sotme për shembull. Historikisht më ka karakterizuar sinqeriteti. Që dhe sot e kësaj dite është arma jote. Është arma ime e fuqishme. Fëmijëria ime ka qenë vërtet e qetë, ka qenë pa ngritje dhe pa ulje, sepse miqësitë në atë kohë ishin vërtet sinqerta. Ne dilnim në lagje, luanim me njëri tjetrin dhe nuk ishte as mërira, as më the të thash siç ka sot, nuk njiheshin to. Hynim dilni të njëri tjetrit. Po kështu ishte edhe në shkollë. Edhe te Petronini. Te Petroninën kam kaluar vitet më të bukura të jetës time. Një shkollë e mrekullueshme me fëmijë dhe me nxënës, me pedagog të shkëlqyer. Pastaj erdhi fakulteti, babai im e zgjodhi degën time. Appunto, këtë doja të të pyesja. Babai im e zgjodhi sepse unë doja patjetër që të bëhesha artiste, gjë të cilën ai nuk e pranoi. Dhe e vendosi ai, e tha ai, u bë ashtu siç donte ai. Edhe mora fakultetin ekonomik. Në atë kohë dega mercologjisht ishte goxha e preferuar në Tiranë. Dhe për fatin tim të mirë, në ato vit që mua më doli fakulteti, fakulteti i mercologjisë nga 3 u bën në 4 vjet, pra mori formën e fakultetit të plot. Dhe unë 2 vjet i kam bërë tek fakulteti i shkencave të natyrës, meqense mercologjia e kishte në programin e vet që duhet të bënim kimin, fizikën e tjera me radhë, i bëm atje te shkencat e natyrës, dhe 2 vjet të tjera i kam bërë tek fakulteti ekonomik. Kam kaluar jashtëzakonisht bukur, kam pas shokë dhe miq të jashtëzakonshëm, të cilët i kam akoma sot e kësaj dite. Kem kaluar ditë nga më të bukurat e mundshme, se ne në atë kohë bënim dhe aksione, bënim zbore. Ishte qef kur bënit aksione dhe zbore? E merrit me qef këtë variantin që ikshit nga shtëpia dhe shumë pafund, sepse atëherë jo gjithmonë mund të ikje nga shtëpia. Pikërisht prandaj, këto ishin lëvizje dhe këto ishin mundësira që t'i jepeshin një herë në jetë.
Kështu që Kështu që dhe ishte Izbori, vërtet shumë po. bukur, ishte vërtet shumë bukur. Dhe Izbori kishte bukurinë e vet. Se thonë Edhe tani aksionet ka kishte. bos zbor ose aksion, po fakti që ikshit nga shtëpia dhe ishit gjithë me njëri tjetrin, kishte Dëgjoj një shumë, lloj po unë kishte një lloj kënaqësie. nuk kam ndërmend ta bëj ndonjëherë pjesën e të viktimizuarit për të ulur çdo lloj vlere të asaj kohe. Absolutisht. Jo, ajo kohë ka vlerat e veta, Ajo nuk ka mund të vlerat e mohojmë, nuk veta, mund ta mohojmë. Nuk kam ndërmend t'i mohoj ndonjëherë, kështu që çfarë kam djerë dhe si jam djerë mirë në ato vite, e them gjithmonë, e them kudo, edhe Po mbrëmjet që bënit në atë kohë për shembull. mbrëmjet kanë qenë akoma më të bukura. Së mbaj mend. Kanë qenë më të bukura sepse e pare punës një pjesë e jona vinte fshehura zi prindërve, se jo të gjithë prindit i linin fëmijët që të vinin në mbrëmje sepse tillë ishte. Ne që shkonim, unë shkoja, kënaqeshim pafund. Kishte i lloj sinqeriteti të jashtëzakonshëm. Nuk, do me thënë, ti e kishe shok dhe ishte shok. Dhe nuk të bullizonte dhe nuk të keq trajtonte dhe nuk keq mendonte, se kjo është e para, nuk keq mendonte. Të trajtonte një mike, një shoqe. Flas gjithmonë nga eksperienca ime personale. Shumë të tjerë mund të thonë të kundërtën, unë jo. Jo, të gjithë të ftuarit që kanë pasur këtu e tregojnë me nostalgji periudhën e asaj kohe. Kishte bukurinë e vet. Ishte shumë bukur. Për shembull këto mbrëmjet që bëheshin me magnetofon që dëgjonit muzikë të huaj ose që ndanit ato librat që shpërndanit ose librat e verdh, librat e ndaluar ose muzikën ose sepse të gjithë kemi përjetuar që secili nga ne ka pasi kanoçe në shtëpi. Dhe kanoçe ishte institucion. Kishim dy lloj kanoçes, lutem, kishim dy lloj kanoçes. Një kanoçe e kishim ke dushin banjo. Po, se me kanoçet e vajgurit. Me kanoçet e vajgurit. Po, dhe dyta ishte kanoçja e televizorit që ti të kapje në një stacion të huaj, të cilin atë kohë ishte e ndaluar. Kështu që ishin dy lloj kanoçe. Po mirë, po kjo kanoçe e dushit si ishte? Shiko, nga që neve laheshim me saplak, si thoni juve, me kanoçe. Ngrofnim ujin e idhnim në legen, ose në kazan, ose si një herë në javë, ngrohe ujti, e ftofshim, edhe merrnim ato saplakët edhe i hidhnim në kokë sigurisht, e laheshim atë. Kohët filluan të ndërronin, pra lindi e nevojshme, sepse duke parë, duke shifnim kanalet e huaja, këtu si tham, që kishte edhe dusha. Ndërkohë që në treg nuk kishte, nuk ekzistonin. Dhe njerëzit, ata të cilët ishin teknik të asaj pune, filluan të shpiknin. Dhe një nga shpikjet ishte edhe kjo kanoçja me vajguri, që të krijonte një ndizej ajo kanoçja me vajin e gurit. Po kishte edhe rrezik, po ne tani nga qefi i madh merrshim parasysh rrezikun me gru, se po laheshim me dushe, kupton ti apo jo. Gjysmën e të larës të shkonte dëm se kishte marrë erën e vajgurit ndërkohë. Kur dili e vi edhe erë dhe sapun dhe erë vajguri. Megjithatë ishte shumë e bukur. Ishte eveniment, ishte një gjë që se kishin gjithë. Pra, të pasur kanoçe me dushi. Dy lloje kanoçes. Të kishe kanoçe dushi edhe televizorin, pra si ndajshin. Ti ishe kompletuar, domethënë ishte dikushi. Sigurisht, po të kishe një numër telefoni me 5 shifror, ajo ishte dhe akoma ishe intelektuale. Kishe kaluar një stad më lart akoma, e kupton? Më thënë edhe mbaheshin me të madhe dhe kur dilnin për jashtë. Një gjë të bukur që do t'rregoj. Kur ansambli i shtetit duhet shkonte jashtë shtetit. Edhe duhet të hypnin në për autobuza që të shkonin në aeroport. Tani, vinin autobuzat mbrapa Pallatit të Kulturës, rreshtoheshin për të pritur pjesëtarët e ansamblit që të hypnin në autobuzat dhe të niseshin për në aeroport. Nuk shkonte vetëm ai i cili duhet të udhtonte, pra personi i cili ishte pjesëtar i ansamblit. Do vinin edhe gjithë familja që ta përcillnin. Po, kishte eveniment. Do me thënë vinte xhaja, halla, daja, tezja, e kupton, mami, babi, motra, vllai, le të ishin kështu dhe një person përcillen nga 6 deri në 7 veta. Tani mendo ti se si bëhej mbrapa Pallatit të Kulturës, kur ansambli vet ishte 80 veta për të nisur për jashtë. Aty bëhej një miting i madh. Dhe të gjithë shisnin mend me njëri tjetrin se kam edhe unë dikë që po shkoj në shtetit. Domethënë ky ishte mentaliteti në atë kohë, e kupton? Jo, po se ka qenë shumë rëndësishme. Ne të gjithë
rëndësishme. Dhe të gjithë thonin, edhe aty njerëzit merrnin dhe vlera i shikon me tjetër sy njëri tjetrin. Me fjalë, të dalurit jashtë shtetit, po ai ka dalë jashtë shtetit. Po ai ka dalë jashtë shtetit. Sepse më kujtohet për shembull këto, shoferët e Albanias për shembull kishin një status shumë të rëndësishëm, se shofera ishin fundit, po statusi ne kishin shumë të madh. Pse? Sepse dilnin jashtë shtetit. Ardita jo vetëm ajo, që të dilje jashtë shtetit në atë kohë, ti skanoheshe nga shteti. Që do të thotë, emri yt ishte futur në 700 filtra derisa ti të ikje. Mund të dilte një kushurir i 7 që ti nuk e kishe iden që ekzistonte, që mund të ishte internuara, mund të kishte një sen në biografi dhe ti për atë nuk shkoje të digjej. Kështu që ata që shkonin, duke pasur këtë lloj sigurie të vetja që ne jemi të larë dhe të shpërlar nga të gjitha gjërat negative që do kishte çdo kush, ne jemi këta, kaq shumë të pastër. Prandaj ikim, domethënë kjo ishte një prandaj. Kështu që juve si familje keni qenë një familje shumë e privilegjuar. Ju shëti si shikoheshit ju të 3 motra. Po sigurisht ashtu ishte. Ti ishe motra e madhe. Unë isha e madhja, po. Prandaj ty nuk çudit. Edhe goditja ishte më e madhe te unë, se ishte e para gjithmonë, Se i pari do mbaj gjithë peshën e familjes, është e vërtet. Dhe babi nuk ishte dakord që ti të vazhdoje artet. Kundërkohë motrat e tjera u bën artiste që të dyja këngëtare, mbaruan të dyja konservatorin. Njëra këndojnë teatr të operas, tjetra ishte pedagoge në liceun artistik, me arën e demokracisë, ato emigruan edhe mbaroi gjëja. Ato ikën, unë ngela, pati madhi imi që fillova në një institucion ku kishte qasje të artit dhe unë gjeta veten. Kam përshtypjen se edhe sot e kësaj dite ti e balanca e familjes. Njësoj, nuk ka ndryshuar asgjë, që 10 vjeç. Ne u transferuam nga lagja që ti përmende Mahallja e Shek Bebe, erdhëm në Meal Grameno, unë isha 10 vjeç aty ndërtoj ansambli një pallat me punë vullnetare dhe morëm një shtëpi sepse tek shtëpia që ishim dhe xhaxhallarët, s'kishte më mundësi të jetonim gjithë bashkë, dhe unë isha 10 vjeç. Dhe prindrit ishin në punë, ishin të 2 motrat e vogla. Në atë kohë bëheshin koncertet e majit. Në koncertet e majit fillonte puna në orën 5-6 mbasdite, sepse të gjitha programet, të gjitha koncertet shifeshin nga qeveritarët, pastaj duhet të dilnin në koncerte që t'i shifte dhe populli, më the tash. Pra kishte një lloj kontrolli dhe atëherë nuk ishte aq kollaj, domethënë bëj një këngë ti dhe nxirre në s'kishte shanse. Do kalonte edhe kënga dhe vallja në 700 filtra. Po do të vinte i deleguar i komitetit partisë, deleguar i komitetit ekzekutiv, po deleguar i ministrisë arsimit, kulturës, po vite dhe ministri. Pastaj kur të vinte udhëheqja në lozha e në kështu, kishte kaluar 700 filtra. Ai lloj koncerti që ti do shikoje apo që do bëje, nuk ishte aq. Pra ti nuk e kishe këtë lirinë e krijimtarisë, ti mund të krijoje, po ndërkohë me kufizimin e kontrollit. Sigurisht, as që bëhe fjalë, nëse nuk do ishte kjo pjesa e kontrollit, atëherë nuk do ndodhte as gjëja që ndodhi me festivalin e 11, sepse çdo gjë kalonte. Mbaj mend një herë, do t'rregoj një episod shumë të bukur që ndodhi se u hodhëm nga një bisedë në tjetra në gjërat e retro. Jemi brenda retro. Edhe çfarë na ndodhi me babin? Babi mbas një farë kohe që deputoi fuqishëm si këmbëtar dhe mori një famë të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë vendit, arriti të krijonte atë lloj bagazhi, sepse për hir të vërtetës babi ka pas pedagog dhe koreograf për gjithë jetën deri në kombit Panajot Kanaçi. Që për mua personalisht, po mendoj se janë dhe shumë të tjerë që mendojnë si unë, nuk do t'i vi më kurrë këtij kombi. Ai ishte vërtet një tjetër dimension. Ai kishte mbaruar Bashkimin Sovjetik. Ishte një nxënës i shkëlqyer atje, dhe kur erdhi këtu, erdhi me një bagazh jo vetëm krijues, po dhe me një mendje të hapur, ndryshe nga gjithë të tjerët. Shumë vetë ai gjykonin, s'kishte lidhje fare. Ai ishte një talent i cili Zoti e kishte zbritur pikërisht në atë ansambël për të marrë dhe dhënë gjithë atë lloj fame që ansambli mori edhe u bë. Kjo është për të thënë me të madhe dhe e bërtas gjithmonë. Është nder i kombit, po kurrë nuk i dhanë atë çfarë meritonte. Babi im kishte fatin e madh të punonte me atë njeriu.
kishin një kimi të jashtëzakonshme për sa i përkeste pjesës së zhvillimit dhe krijimit të një valleje. Kishin një kombinim të jashtëzakonshëm, sepse babi kishte intelektin që çdo fjalë që ai thoshte e përkthente në lëvizje. Dhe në një moment të caktuar, kur babai krijoi dhe një lloj bagazhi, filloi të bënte edhe koreografin. Pra filloi të vinte valle në ansambël. Në një nga dekadat e majt, babai im vë një valle me motive myzeqare. Vajzat shumë të bukura të ansamblit në atë kohë, hyje njëra më e bukur se tjetra dhe babi i gjen një kostum myzeqar për t'i veshur vajzat, i cili ishte bërë me gjyrmysh. Domethënë është një lloj materiali shkëlqyes, tepër i bukur, i cili përdoret në qëndisje të kostumeve. Kostumet dolën të mrekullueshme, vallja doli shumë e bukur, u pranua nga një komision, e pandet ministrisë, arriti të dilte deri në natën finale ku merrte pjesë edhe Enver Hoxha. Në momentin që u kërcye vallja, u prit jashtëzakonisht mirë, me mbarimin e koncertit, Enver Hoxha i ka thënë shoqëruesit të tij: "Më pëlqeu vallja që kishte bën Besimi. Por nuk kuptova një gjë. Kur janë kthyer vajzat tona të myzeqes në princesha. Kostumet ishin jashtëzakonisht luksoze. A i veshin vajzat e myzeqes këto lloj kostumesh që Besimi na kishte treguar te kjo valle? Kaq duhej. Për një vit të tërë babai im nuk kishte më të drejtën të vënte koreografi në ansambël. U dënua. Mbas një viti, po Enver Hoxha e rehabilitoi, sepse mbas një viti kur u bë e njëjta gjë, u përsërit, se dekadat e majt atëherë bëheshin çdo vit. Babai kërceu në sken para tij, ai doli në sken për të takuar gjithë artistët, dhe ndërkohë babai, duke ditur veten që ishte i dënuar, tërhiqet nga pas. Ai e pa dhe i thiri: "Hajde këtu." Në mes të turmës e tërhoqi, kemi dhe fotografinë sot e kësaj dite, e tërhoqi dhe donte që ta përqafonte. Babai i thot: "Jo, i thot, do të bëj pisë se jam me djersë. Djersën tënde dua të pus unë", i thot ai. Kaq duhej, u ngrit në pedestal për një herë, nuk pati më asnjë lloj problemi kurrë. Por kishte edhe të tjerë të cilët u rrënuan për tërë jetën. Festivali 11 shkatroi jetë njerëzish. Për një fjalë. Për një tekst. Për një mendje ngushtë. Për mënyrën si interpretohe, si lëvizje në skenë, për ritmin e për gjitha muzikës. llojet e gjërave, për gjitha llojet e gjërave. Për gjitha llojet e Festivali 11. Pastaj erdhi ajo lufta e Heger, perdja Heger që i vuri njerëzit në rresht, edhe shumë kompozitor, këngëtar u burgosën, internuan. Pafund. Kishte pafund artistë të mirë, të cilët ishin dikushi në artin shqiptar. Është që ti artisti duhet të krijojë, duhet të jetë i lirë në krijimin e vet dhe ai duhet të jetë gjithmonë brenda kufizimeve të krijimtarisë, sepse ndryshe i çik të çdosh, siç ndodhi me babain tënd. Ai sjell një koreografi të mrekullueshme që ato vajza nga myzeqeja i sjell si princesha të bukura, sepse aty ai idealizon femrën duke sjellë në një finesë rafinimi. Nuk pranonte, sepse në konceptin e tij, vajzat e myzeqes duhet ishin vetëm ato lloj vajzat të cilat punonin ditë dhe natë në fushë dhe i digjej lëkura nga dielli. Babai yt, duke qenë një figurë shumë e dashur dhe që e jashtëzakonisht i talentuar, edhe vetëm veri duke pas dash,
ka toleruar, se nuk është se Është e toleroj vërtet, kollaj është në e vërtet, ato. është e vërtet. Njerëzit iknin edhe për një fije. Ka pas shumë njerëz të cilët babain kanë dashur ta fundostin nga ajo qeveri në atë kohë. Ashtu, Shumë, Në shumë. fjalë kishte. Këto është hera parë që po i themi. Jo, Babai nuk pranonte ti thoshte kur babai im. Çankthi, Por me tani fjalë ai ka vite 5 vjet që ka ndruar jetë dhe unë kam vendosur që ti tregoj ato që ishin për t'u treguar, pse jo? Le ta dinë njerëzit. Sepse edhe ka vuajtur, nuk ishte vetëm ajo pjesa e asaj shkëlqimit të skenës. Kishte edhe anën tjetër të errët të vuajtjes. Që ai nuk pranoi kur ta thoshte sepse babit nuk i pëlqente të viktimizohej. Nuk ka dashur kur. Këto po i tregoj si histori të kaluara për Jo, po është një figurë e mrekullueshme që jo, meqense më pyete, kemi kaluar edhe këto në familje. Jo çdo gjë ishte vaj, jo çdo gjë shkonte bukur dhe duke qenë emocional, këto të transmetoheshin edhe ke ne, edhe te ne fëmijët. Edhe ne rrinim në ankth. Sigurisht sepse dëgjonin për ditë që në momentin që ti bëje një gabim, dikush nga familja, internohej gjithë familja. Dhe këto doje s'doje, këto të kalonin si gjendjet e ankthit, të trysnisë. Absolutisht, bash më tepër rrethi që jetohej. Patjetër, kishte plot nga këto. Babi kishte një shprehje që e përdorte edhe. Kur më do Zoti, thoshte, nuk kanë që të më bëjnë pigamert. Dhe vërtet ashtu. Për sa kohë ai jetoi, ishte ndriti, e donte Zoti dhe gjëja tjetër pastaj me Kleva, është shumë interesante. Kur erdhe në për korridoret e radio televizionit shqiptar, pash kolegë të ndryshëm që sa të shikonin një shkëlqente portretit dhe vinin të takonin me një mall të madh. Dhe më impresionoi shumë kjo gjë, sepse aty mendova çfarë do thotë të jesh njeri dhe të lësh emrin e mirë në një institucion. Me një fjalë ti kaloje dhe ti ke takuar ose ata surprizoheshin duke të parë ty këtu. Dhe më bën përshtypje fakti se është e rëndësishme ç'do të thotë të punosh në një institucion gati 34 vite. Sepse ti e ke nisur punën në vitet 90. Kur kam ardhur, filloi akoma s'kishte filluar tamam era e ndryshimit të madh. Jo. Era e ndryshimit të madh filloi mbas disa vitesh që unë kisha ardhur në radio televizion. Kam filluar pa pagesë si fillim, sepse për të ardhur në RTS jo gjithmonë duhet vije direkt e emëruar. Dhe më vonë pastaj fillova si organizatore ku paguhesha dhe kam filluar tek departamenti i filmit artistik. Kam pasur fatin e madh të punoj me ikon e këtij institucioni, me profesionistë të vërtet, me regjisor dhe operator të mrekullueshëm, ku kam mësuar shumë dhe jam mirënjohëse çdo kujt në radio televizionin shqiptar që më ka pranuar ashtu siç kam qenë unë, sepse unë nga dita e parë dhe deri ditën e fundit kam qenë vetëm vetvetja. Në 3 dekada në të cilat kam punuar në këtë institucion, sigurisht që jo të gjithë më kanë dashur. Ka pasur njerëz që më kanë gjykuar, kanë pasur njerëz që nuk më kanë dashur, kanë pasur njerëz që kanë folur keq. Por në të gjithë këtë lloj zallamahie që mund të ishte ngritur kundra meje, unë kam zgjedhur të jem gjithmonë vetja ime. E kam dashur shumë fort veten time. I kam hedhur të gjitha brapa krave, kur në asnjë moment nuk e kam kthyer kokën mbrapsht. Kur askujt nuk i kam bërë keq me qëllim dhe e përkushtuar në keqdashje, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe gjithë këtë gjë e mendoj si guxim. Patjetër. Fakti që s'u për vetja, po, ti je vetja, sot është të kesh guxim. Është guxim edhe është risk edhe unë vija në zyrë dhe këndoja, unë vija në zyrë dhe kërceja, isha gjithë kohën vetja, vija në zyrë dhe qaja, po me energjinë time, kam pasur një zyrë që kur hyje nga dera e madhe e Radio Tiranës, ishte në katin e 2, duhet kaloj ke zyra ime që të kaloj ke drejtori përgjithshëm. Të gjithë më thonin, po ule pak zërin o Eva.
Edhe kam pas shumë njerëz pastaj nga RTS-ja që kur kalonin nga dera e zyrës dhe unë nuk isha, më mungoja, më thonin hera herës kur kalojmë nga zyra na bëhet siguria aty e duhet kthehemi. Pra ti e nisi para ndryshimit dhe mendosh që çdo gjë ishte e kontrolluar, por gjithsesi programet bëheshin dhe televizioni funksiononte në mënyrën e tij në qasje që jepte. Kur unë fillova, kishte disa drejtori, nuk ishte siç është sot struktura e organizuar e radio televizionit. Mbi bazën e këtyre drejtorive ishte ndërtuar struktura, kishte një drejtor përgjithshëm mbi kokë për gjithë këto drejtori, ndërkohë gjithë këto drejtorit kishin nga një drejtor, të cilët me kalimin e viteve edhe ishin kthyer në emra, për shembull, ka qenë drejtori lajmeve Artian Tepelena. Se ka pikërisht në vitet 92. Po, ka nuk është. Edhe kur flisim nuk thëshim ke drejtoria e lajmeve ose informacionit ose aktualitetit, se ju ndrua disa herë emri. Po, në çfarë drejtori? Ketan Tepelena. Po. Domethënë kështu lloj identifikohesh nëpërmjet emrave, sepse ishin emra. Më vonë në drejtorinë e televizionit erdhi Agron Çobani, një nga figurat më të dashura dhe të nderuara si në Radio Tirana ashtu edhe në televizion. Po kam punuar me drejtor të përgjithshëm të pafundëm, numri i tyre mund të jetë 15-16 drejtor dhe me rreth 11 ose 12 drejtor të përgjithshëm kam punuar direkt, momentin që shkova në drejtori të përgjithshme si drejtorisë së burimeve njerëzore. Sigurisht, kishte nga ata njerëz të cilët emrin tim dhe të qenit drejtorie e lidhin dhe personifikonin shumë me emrin e babait. Që do të thotë është e bija e filanit, prandaj është aty. Jo, nuk është ashtu. Absolutisht nuk ka. Në momentin që ti nuk ke asnjë lloj vlere e filanit, në një moment do të çedosh. S'mund ta mbash. Ti nuk ke asnjë lloj vlere, ti je bindur që askush nuk të mban, sidomos në afate kaq të gjata kohore, nuk bëhet fjalë. Por dua të kthehem prapë tek vitet 90, meqense filloi një ndryshim. Erdhi 92-shi, filloi të krijoheshin imazhe të reja, sepse dua ta lidh me veten time. Unë kur marr vesh televizioni po ndryshonte fytyrën e tij, po vinte një tjetër ajër ndryshe sepse edhe sistemet po ndryshonin. 92-shi kërkon figura të reja. Dhe unë rastësisht e marr vesh nga një kolege që këtu jepte lajmet, Luli, edhe i them kam shumë dëshirë ta provoj. Ajo me kënaqësi më merr, më prezanton me Dimitër Gjokën, bëj një provë që isha katastrofë, se s'dija ta thoja tekstin, dhe në moment fundit natën e mirë, kishte programe për sot, ai ka këtë buzëqeshjen dhe thotë ty ekrani të do. Po sa pesh më dha mua kjo, sa besim në vetvete më dha ky moment. Dhimo ikën dhe unë betëm po prapë. Dhimo me ekranin është figura më ideale e mundshme, sepse ti japësh lajmet. Ma të zërin e ngrohtë. Mendoj se ka qenë njeriu adapt i cili ka përcaktuar ty si të dashur për ekranin. Dhe fakti që ai tha që ty të don ekranin sepse buzëqeshja jote mua më mbushi. Por u trishtova nga fakti që Dhimo tha duhet ti kica kohë në Greqi sepse nuk e di dhe unë s'kam për ta haruar, pra e dashur e të leja. Erdhi dita për ta thënë me zë dhe Erdhi dita, po nuk kam për ta haruar sepse ajo ishte si një dorë e Zotit, sepse unë nuk njihja skën në këtë institucion. Dhe unë mbaj mend dorën tënde që ti më ke kapur, më more lart, dhe më ke prezantuar me Nard Gjatë, me regjisorin e mrekullueshëm, babain e shoqes time Zhakon. Jam mike me të shoqen, me Mirën, një artiste e mrekullueshme. Mos flas për Zhakun që e dua pafundësisht shumë. Ata janë të tre shumë të bukur. Ata janë të tre shumë të bukur, është e vërtet. Dhe i thua, këtë vajzën ti do punosh sepse kjo do televizioni dhe kjo duhet fitoj. Dhe unë beta. Dhe unë fitova, e dashur. Ti fitove, dhe mua më duke ëndër ti fitove në saj të gjitha saj çfarë ti dhe shpirti im. Ti ke qenë në kulmin tënd në atë kohë. Kur u takuam bashk, që bëm këtë bisedën që më ftove dhe që t'ja mirënjohse pafund, të kam thënë diçka të cilën mendoj se duhet ta mbash mend. Mjafton një xhiro që bën me biçikletë nëpër Tiranë dhe çdo kush që është në lokal dhe arrin të shikojë si figurë,
po është Ti këndvështri. thua diçka, jo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ti mjafton të bësh vetëm një xhiro në Tiranë dhe të gjithë do thonë diku e kemi parë këtë vajzën. Kjo është e vërtet. Diku e kemi Ardita, parë këtë unë vajzën. identifikohem Ardita Bjontja e RTS-s, sepse edhe nëpër mediat të tjera kur më ftojnë, pikërisht kështu identifikohem dhe jam shumë e gjë më e lumtur. bukur, po. Jam shumë e lumtur që unë jam rritur në këtë institucion me një dashuri shumë të përkushtuar nga Është e juve, vërtet. sepse jam rrethuar vërtet me dashuri. Dhe Ishe prandaj ti unë ishe. I kam një nostalgji të bukur të atyre viteve, sepse kanë qenë Është e vite të vërtet, bukura. Janë shumë të bukura. Sepse ti ke përjetuar fortuna, shumë nuanca Është e ngjyrash. vërtet, po. Por vitet më të egra për ty, kush kanë qenë që televizionit po i shëmbeshin pak ato themelet? Ndoshta i viti 97, 98. 97-ën, shikova që rrugët ishin bosh në mëngjes. Dhe nuk po kuptoja ç'a ndodhe, sa shrore, sa qetësi sot rrugët ç'a ka ndodhur. Kafen e kemi pas pirë përballë me Rognerin, diku te Lulishtja ka qenë një lokal aty, dhe mblidheshin përpara se të shkonim në zyra, pinim një kafe dhe pastaj vinim në institucion. Nuk po vinte asnjëri, lokali bosh. Ore i thash kamarieri, ç'a ka ndodhur, është çdo gjë bosh. Pse tha s'ke parë ju, i thash nuk di që. Po janë hapa armët, si kalove ti tani tha. Për bukuri kalove i thash kishte asnjëri as xhan as xhin. Po i tha mos e pi kafe nikën punë. Pse i thash ç'a ka ndodhur? Po i tha se mund të dalin kështu sa me armë përpara, tha të gjuajnë të bëjnë. I thash e kemi vërtet, thash apo u të merrova, po ndërkohë erdhi Mikesha që ishte bëjë televizionit, punonin bashkë. Edhe më thot Eva, hikim sot, e marrim kafen në dorë sot dhe ikim. Po më i thash hajde ikim. Dhe ajo po më shpjegonte rrugët çka kishte ndodhur. U futëm brenda në institucion. Sigurisht që brenda institucionit erdhën përfocime nga ushtria, sepse ne atëherë ruheshim nga policia e shtetit. Dhe të gjitha korridoret ku ishin prej xhami, prej qelgji, u vun kështu thes me rër që mos të lejonin depërtimin e plumbave që mund të vinin nga çdo gjë e mundshme që mund të ndodhte rreth e rrotull. Skenari ishte i përgatitur që televizioni do sulmohej, nuk diskutohej. Megjithatë, se sa më shumë të zjatemi, aq më shumë më trishton kjo pjesa, sepse për vite e kam vuajtur, sepse nuk qëllova vetëm në njërën, jo vetëm në 97-ën, qëllova edhe tek pjesa e referendumit që u bën atë kohë të monarkisë, që vdiq djali 24 vjeç, këtu ku sot është 24 kaçi. Po, përveç asaj pastaj ishte edhe mësymja që u bëra televizionit shqiptar në momentin që vdiq Azem Hajdari, që njerëzit u fundë brenda institucionit dhe donin të shkatronin çdo lloj gjëje, hynë në përzyrat e drejtuesve, i kapën, i shpërfytyruam brenda, dolën në për dritare me flamoj që e shpëtuam RTS-n, se nga kush e kishte shpëtuar nuk e di, po armiku ishte i brëndshëm, si thonë atë kohë, se tani më vjen dhe të qesh kur kuptoj se çfarë budallalliku ishte, si mundej, si nuk e di. Mbaj mend që plumbat kërcisnin në dyer dhe në dritaret. Në të gjitha llojet e këtyre rasteve që tregova, në të treja llojet e rasteve jemi shtrirë në tokë në përzyra, ndonse kameramanët kishte nga ata të guximshmit që kishin zënë nga një cep dhe donin të filmonin çdo lloj gjëje, sepse mbas edhe arkivi bënte pjesën e vet për të ruajtur dhe për të treguar shumë më vonë, siç jemi sot që flasim dhe kujtojmë, po ndërkohë ato janë edhe të ruajtura në arkiv të gjitha. Xhironin, kameramanët xhironin. Ishte një gjë e shëmtuar, një gjë të cilën nuk do ta harroj derisa të vdes, edhe tani që flas me ty duart më ftofen, sepse ishin skena sigurisht. Nuk dinim nga të dilnim, sepse nuk kuptonim nga po vinin turmat, vinin dhe nga hyrja e radios dhe nga hyrja e televizionit. Mbaj mend që diku kishin kapur duke zbritur shkallët për t'u larguar nga institucioni tashmë Ariana Qatipin, një nga gazetaret më të mira që ka pasur televizioni shqiptar. Duke e fyer, duke e poshtruar, nuk e di kush e ka ashtu shpëtuar, domethënë që e kanë hequr nga turma. Edhe nga këto skena kishte plot, po mbaj mend që njëri nga operatorët, Bujar Muharremi, ishte operatori i lajmeve. Ai ka shpëtuar turmën pa hyrë në studiot e transmetimit,
sepse donin t'i shkatronin dhe donin edhe të shkepnin parketin dhe të nxirrnin kablot nga vendi. Nuk e di. Ishte një lloj mlefi, një lloj e keqe që nuk di të tregoj. Dhe simbas tregimit të tij, siç ma ka treguar, nëse jam gabim kërkoj ndjes, ka bërë sikur ka folur me shefin e madh të asaj kohe dhe i ka thënë që njerëzit kërkojnë që të prishin studiot. Dhe kjo ka qenë e gjitha e sajuar nga ai me një telefon cilën ka pasur në dorë, ndërkohë që s'kishte marrë askënd, po i duhet të bënte një rol të tillë. Dhe që thoshte po shef, dhe në momentin që Gjoja e ka mbyllur telefonin, i ka thënë turmës. Shefi ka thënë asnjë lloj gjëje nuk do prishet brenda institucionit. Mos guxoni të prishni asgjë. Domethënë ka qenë ai njeriu i cili ka ndaluar turmën e cila ka hyrë në studiot e transmetimit, u qetësua dhe vazhduan mbas disa orëve, nuk e di sa shumë orë mund të kenë qenë, rreth orës 5, 6, 7 të mbasdites nga ora 11-12 që kanë hyrë, që unë nuk jam e saktë tani në të gjitha gjërat, në detaje. Mbaj mend veten time se si kam kaluar. Kishte rënë shi dhe mbaj mend që kam marrë këpucët në dorë, kam hequr sepse nuk i besoja as këpucëve se mos më rrëshqiqin këmbët diku dhe më kapte turma, nuk e di nga kam dal, nuk mbaj mend fare nga kam dal. Të vetmen skenjë që mbaj mend që kam dal nga institucioni ka qenë ulluku i një pallati që e pash që binte ujë, jam futur aty e gjitha, sepse nuk po mbaja mend më as ku shkelja, as ku bëja, isha zbartur fare. Aq shumë e madhe ishte tronditja. Kjo ka qenë dita kur është mësy televizioni nga ata njerëzit të cilët ishte një përjetim, nuk e di, çfarë përjetimesh, është e çuditshme ishin vërtet ngjarje të cilat lejnë për shumë kohë mbresa, edhe ato lejnë dhe shenjat e veta në tek njeriu, të çdo kush që i kalon xhanum. Nëse për ta rikthyer tani për ta sjellë në një tjetër atmosferë, dhe meqense festivalet e fundvitit ishte një nga evenimentet më të bukura që televizioni shqiptar bënte, dhe meqense në retron time unë gjithmonë kam dëshirë të sjell një këngëtar, të sjell një këngë, të sjell një nostalgji, të sjell një moment. Dhe të doja ty, kush do ishte një këngëtar yt i preferuar dhe një këngë e jotja, meqense ti e ke të jetuar duke qenë pjesë e kësaj dhe di ç'do të thotë festival dhe të bësh një festival. Një nga këngëtarët që un kam pëlqyer në rinin time të hershme ka qenë Ema Qazimi. Vërtet? Po. Një këngëtare vitale me një zot të mrekullueshëm. Sa më bëhet qefi që pe përmend. Një këngëtare e bukur, e mirë, e zhdërvjellët, zëri ishte, nuk di, kumbus, çdo tekst që t'i jepte ajo shqiptonte në mënyrën më të shkëlqyer të mundshme. Regjia një këngë nga Ema Qazimi në asaj kohe dhe kthehemi prapë në studio. Dëgjuam Emën. Ne mafton një ditë Emën mo jaman, ta kujtojmë të gjithë bashkë. Do ishte kënaqësi e madhe dhe unë do mundohem shumë të gjej një kontakt, edhe pse jo, Ema është figurë e dashur dhe e bukur në shpirt. Shumë pak e kujtuar, Dhe më vjen mirë e dashur të leva që ti pikërisht zgjodhe Emën si një ka pasur të dashurën time më pëlqente shumë. Dgjoj, ke qenë drejtore të burimeve njerëzore për 17 vite, që është një post i konsiderueshëm. Absolutisht. Aty aty ti duhet marrësh vendime, duhet të pushosh njerëz nga puna, duhet marrësh njerëz, duhet të intervistosh. Burimet njerëzore. Jo ka qegër. Flasim tani me çfarë burimet njerëzore, duhet të shkosh te burimet njerëzore, nuk e di. Mbaret se si e trajton. Mbase kjo ka qenë e veçanta ime, mbase kjo ka qenë ajo që mua më ka bërë të rri për aq shumë vite drejtorisë burimeve njerëzore. Për të qenë drejtorisë burimeve njerëzore nuk flas vetëm për këtë institucion, por në çdo lloj institucioni. Nuk është shumë e rëndësishme se çfarë fakulteti ke mbaruar ti. Fare nuk ka lidhje. Sa njerëzore je ti dhe si trajton ti
Dhe a di ti të punosh në grup apo jo, dhe çfarë di ti japësh ti grupit, dhe sa sinqeritet ke ti me këtë grup që zgjedh për të punuar. Këto janë të rëndësishme të burimeve njerëzore. Nuk ishte drejtoria e burimeve njerëzore ajo që merrte vendime për të hequr apo për të marrë nga puna. Absolutisht jo. Burimet njerëzore janë propozuese. Kur e prorët e tu të kanë thirrë dhe të kanë thënë, kush është mendimi yt për X person apo për X departament apo për drejtori, si mund ta ristrukturojmë, si mund ta bëjmë, dhe ti jep mendimet e tua. Vendimarrësit gjithmonë janë e prorët dhe të drejtën për të qenë e dashur dhe për të dhuruar pafundësisht dashuri dhe për të mbajtur jo vetëm dorën tënde, po të 10 të tjerëve mbasi erdhën pas teje, nuk ma hiqte dot askush. Mbase dikush, kur unë erdha këtu më dha atë dorën dhe unë vazhdova Si shkarma. një po. Kush ishte ky? Kur më emëruan tek departamenti i filmit, Albert Minga ishte regjisor aty. Më vonë Berti u bë drejtori i përgjithshëm, punova dhe me Bertin. Dhe më pyet, ishin të gjithë burra, rreth 14 burra, e vetmja grua isha unë, nuk njihja asnjëri, erdha atje me gjitha ata burra, u ula dhe më thot, vajz nga të kemi? Nga Tirana, i thash unë. Me ç'mbi emër jeti, tha. I thash unë, Zekti. O, tha. Ç'e ke atë Zektin ti, tha, që kërcen? Baba, i thash unë. Vërtet, tha? Po, i thash unë, është baba im. Atëherë, tha, ja çu një në këmbë, tha, dhe u çua dhe për veten. Më zgjati dorën, ma jep dorën, tha. I thash dorën, më mori për dorë dhe i thot të gjithë kolegëve të tjerë. Sot jeni të ftuarit e mi, se ka ardhur vajza e mikut tim në punë dhe duam t'i urojmë të gjithë mirëseardhjen. Dhe nga aty shkuam te kafja e brendshme e institucion te Dina dhe të gjithë bashkë pim një kafe. Kështu që unë atë dorën nuk e harrova kurrë dhe si duket Karma bëri pjesën e vet për të vazhduar dhe unë pastaj me duar tuaja, njëra mbas tjetrës. Ky ka qenë momenti i parë kur ti ke ardhur dhe Kur unë u prezantimi i emërova, parë, kur unë u emërova, Sa po, sepse më bukur. pastaj unë kalova tek departamenti bota shqiptare, mendue Ukcamën, edhe atje me gazetarë të shkëlqyer të cilët punuan gjithkohon me diasporën, dhe pastaj kalova tek shefja e burimeve njerëzore të televizionit shqiptar. Po për 17 Ndërsa vite. për 17 vite pastaj kam qenë drejtori i drejtorisë për gjithë sistemin e radio televizionit shqiptar, që ishte në drejtori të përgjithshme. Pra Sigurisht. ke kaluar sa drejtora në këtë pozicion. Në këtë pozicion kam kaluar 13 drejtor të përgjithshëm, që kam punuar direkt me ta. Dhe si kanë qenë raportet dhe si ka mund të shohej dhe një që ty të Unë mendoj që të gjithë drejtorët me cilat punova më ofruan dashuri pafund. Do me thënë, kur nuk më thyen, sepse ka dhe të tilla, ndodhin, siç më ndodhi më pas, mbasi më hoqën nga detyra. Kur nuk më thyen, përkundrazi më kanë respektuar, përkundrazi më kanë dhënë dashuri, përkundrazi më përkrahën atë që bëra, nuk më tërhoqën kurrë vëmendjen pse isha aq shumë e dashur, pse isha aq shumë pozitive, vërtet. jo, kurrë. Por me atë që punova më gjatë dhe që pata unë relatat më të mira të mundshme, që isha vërtet vetja ime, ishte Petrit Beci, të cilin ju sot e keni zëvendës kryetar të Këshillit Drejtues. Sa që me Ta përshëndesim Titin. Edhe unë e njoh në tjera forma, sepse kemi punuar në filmat, është miku i ngushtë i një regjizori të madh si Gjergj Gjuvani, edhe kryetari i Këshillit Drejtues, edhe me Gjergjin ne kam pasur një figurë e jashtëzakonshme, një artist i madh. Ishte një njeri mrekullueshëm që e donte shumë radio televizionin, që u përpoq të bënte gjërat më të mira të mundshme edhe për radio televizionin. Gjergji ngelet gjithmonë ikon. Sa të
këto figurat do mbeten gjithmonë, sepse kur ti ke jetuar, ke punuar dhe kanë qenë pjesë e rrugëtimit tënd këto figura. Retroja jon mund të zgjasi deri nesër në mëngjes. Çfarë energjie, sa nevojë kemi për figura të tilla e dashur Etleva. Sa keq po mungojnë dita ditës, po tretemi avash, mund të falenderoj e dashur Etleva për këtë nostalgji të bukur që na sollte të kohës. Nuk e di çka kam treguar, vetëm kur ta shikoj pastaj. Ne jemi kënaqur, sikur kemi firë një kafe dhe kemi kujtuar nostalgjitë e kohërave që kemi jetuar të dyja, ti më shumë, por gjithsesi unë kam pjesë që më vjen her pas here dhe prandaj retro ishte një dëshirë për të qenë pikërisht vlerat e asaj kohe. Të falenderoj pafund, të falenderoj. Por meqense minutazhi po mbaron, ti më the që doje një këngë të Freddie Mercuryt. Po, është këngëtari im i preferuar. Është edhe kjo është një zgjedhje shumë e bukur e jotja, sepse është vërtet një këngëtar jashtëzakonshëm. Po, jashtëzakonshëm me një fuqi shpirtërore të papardhe. Lëshimi i energjisë së tij në skenë ishte maramondse. Doje s'doje, ti bëhesh e përcjellës i asaj energjie që ai t'i jepte dhe kaq mbaronte. Më kanë pëlqyer shumë shihet e tua muzikore sot. Të falenderoj. Do të them një gjë. Unë pëlqej çdo lloj muzike, fal familjes ku jam rritur, të gjitha llojet e zhanreve. Kam pasditur të gjitha llojet e këngëve të lehta, popullore, lapçe, jugore, ku dëgjon veriore, të gjitha llojet, pafundai. Vjen një dashuri e madhe, ishte shumë kënaqësi që të pata. Ju falenderoj dhe juve të dashur dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Shqiptar. Ishim me Etleva Zekthin, një figurë shumë e dashur e këtij institucioni. Me tingujt e muzikës së Mercuryt mbyllim edhe këtë të mërkur bashk. Natë mirë.